Loren Murati prezenton Kosovën. E ka pushtur një kundërshtar të pampushtur në debutimin e tij. Ky është Loren Murati. Është përgatitur nga Dielli Vranoci, i cili për shkak të një lëndimi nuk arriti të boksoj sonte. Boksieri Pejan llogaritet një ndër boksierët më atraktiv shqiptar. Të gjitha betejat e tij janë me të vërtet jashtëzakonisht interesante. Ka një bilans të shkëlqyer Dielli Vranoci, ndërsa sot e shohim në një rol tjetër në atë trajnerit. Është mentori i Muratit, të dy vinë nga i njëjti shtet, qyteti i Pes, ndërsa prezentojnë Kosovën të dy. Dielli Vranoci kishte disa paraqitje jashtëzakonisht të mira dhe këtu nga Vjena, mirë po një lëndim që pati në mesin e fundit ja pamundsoi që ta tregonte maksimumin e tij dhe kështu pësoj edhe humbjen e parë në karrierën e tij, ndërsa një lëndim tjetër ja pamundsoi që të paraqitej në përballjen e sotme që kishte kundër një turku të pamposhtur, Şimşek. Somit sind wir bereit zur ersten Runde. Ndërsa Perdomo ishte bokseri i cili si pasojë një lëndimi poshtë të diellin. Të shiqojmë, kjo është ndeshja e dytë e Muratit. Një boks atraktive, bën ky djalosh. Ka një të majtë të mirë, një djathtë e kap atje. Bojanov tenton edhe një 1-2 atje Murati. Ka një stil interesant. Shikoni, ka ndërruar anën, ka qitur dorën e djathtë të parën. Ndron prap. Një majtë e mire Muratit. Tenton ta ushtroj presionin e tij Murati. Dhe një majtë e mirë nga Murati, shikoni. Edhe një djathtë e mirë, edhe një majtë e mirë nga Murati, i cili po e shkollon bullgarin. Deri në këto momente po e shkollon Bojanovin, megjithëse është më i ri në moshë. Çfarë goditje të nderuar Mr. Art Motion, sa po kemi parë goditje më të mirë të mbrëmjes së sotme. Murati ja ka terruar atje. Çfarë paraqitje nga Loren Murati, mjaftoi vetëm një rond që ta përfundoi bullgarin Bojanov, megjithëse ishte më i vjetër në moshë. Ajo djathtë e Muratit i apreut gjënjet mish. Paraqitje fantastike këtij djaloshi, megjithëse i ri në moshë edhe Murati. Wow, kjo paraqitje na bën të kuptojmë se do të ketë një të ardhme të ndritur ky djalosh. Ishte jashtëzakonisht i qetë për asnjë moment, edhe pse zgjati pak kjo luftë, nuk e kishte jashtë kontrollit kundërshtarin e tij. Dhe e përfundoi në formë brillante, ajo djathtë klinike. Dal dritat këtu në Vjenë. Unser Superleichtgewicht in der ersten Runde durch K.O. Loren Murati! Meriton Duart Rokitje, një paraqitje